Mos kjo luj me emocionet njerëzve këtu mrena, e ai ka ardhur në tjetër sa. A menon ti që është shumë psiqike dhe që kjo ndërhyrje është më acaru nervat njerëzit? Po, edhe kjo është pjesë e lojës. Se kjo po menon që e din qysh, hyrje po menon është në veç nëse lëshon një fjalë pa lidhje, më që qet njërin pe taktit e ja koll nervat, kjo s'po merr këto. Ja, kjo është lojë. Nëse unë arrit ty më qitë pe vetës, aty më qitë pe taktit, kjo është lojë. Ama është presëm psikologjik. Kësha e natyri të mrena. Po, ajo s'diskutohet, unë nuk po thëmë që mos luj. Nëse të përndjek, të mkuën. Edhe na do të mja gjithë një pentur, kësë na për shumë, unë të shjak njës me pajgore, kjo po miqë. Tani, provokimet në loj, mënyrën që shpibën, se këtu po flitet për 3 persona, Elionën, Labin edhe Albin, provokimet në loj që shpibën Labi me thët një fjallë, ti po bjen groptina, apo Eliona të e lujt të ato advajzen që unë jem gjëna, unë e ma, unë e kështu, edhe Alba suportement shërën, të e lujt gjithmonë po flasë, është pjesë e lojës, është provokim, ne hangësh, mirë, mëse hangësh, ndalësh për vetët e hangërë, që është dula ditë arditi, tha, nuk ka birnone që jem qëtë për vetës, 25 sekunda ma vonë, 36 sekunda ma vonë, e shiti Labi për vetës, kjo është pjesë e lojës. Shkurta duhet urgjent me hekit brengen që prezenca e Labit ka me dëmtu. Duhet urgjent me fillu, me përdor strategji dhe jo me provu me thonë po është presion psikologjik, po jo duhet me denu, jo po kështu, jo po ashtu. Gabim kjo. Nëse nuk fillon me lujt, kemi hup shumë shkurt. Dhe po jenë dakord me komentues që thonë që fitimi i televotimit dhe dërgimi në kapsull i ka po shumë dëm shkurtës se i ka besim të tepruar.